është më pas të bësh eliminime fizike, por që për te i emrave, për te i vrasjeve mes grupeve kriminale, goditja është goditja më e madhe që jo Shqipëria, po Italia ka bërë dhe ka treguar, i ka dhënë një leksion hetimi autoriteteve shqiptare se si përgjatë 5 viteve mund të hetosh dhe mund të shkosh për te i emrave, për te i subjekteve, të shkosh deri aty sa që të krijosh një panoram të plot se si merret kokaina nga vendet e Amerikës Latine, se si mbrin në Shqipëri, se si shpërndahet në Gjermani, për shembull në Hamburg, këta persona e kontrollokan Hamburgun, pra nëpërmjet dozave të kokainës, sepse ulin çmimin, sepse kanë kapacitete financiare dhe kontrollokan një qytet Gjermanisë. Imagjinoni më pas se çfarë ndodh në Shqipëri. Në Shqipëri ku nuk kapet drogas në portin e Durrësit, imagjinoni se si shpërndahet kokaina. Se ne kemi ngelur tek viti 2016, flasim ende jo po hashashi, se si shpërndahet hashashi apo heroina. Jo, si shpërndahet kokaina në Shqipëri. Kur kontrollojnë një qytet Gjermanisë, patjetër që Durrësin apo dhe qytetet tjera të Shqipërisë nuk i kanë për asgjë për t'i kontrolluar.